Të menoj që ka pas një tendencë mos zbulu një kuti e madhe e Pandorës, e cila lidhet me elementin kryesor të cilën na e kemi në Ballkanin Perëndimor, e që lidhet shumë me territorin e Kosovës dhe Shqipërisë, që është shpërlamja e parave. Pra, na e dim edhe e konstatojmë që dy vendet, edhe Shqipëria dhe Kosova, janë parajsa të shpërlarjes së parave. Krejt shumica e objekteve, banesave. Na nuk e dim çka është ndërmarrë prokuroria rreth kësaj. Sa e shpejtë, sa çfarë hetimi është duke zhvilluar dhe sa kompleks është hetimi i prokurorisë. Sa po e dim që nuk ka pas asnjë bastisje. Ajo ka qenë vetëm për para burgjet. Por derisa po e dim që në 48 orë nuk ka pas asnjë bastisje në Shqipëri. Kjo nuk kupton që në 48 orë të para në Shqipëri atje krejt këta çka kanë pas e kanë fshije, kanë pastru. Sepse është normale. Rrjetet e krimit organizuar nuk lajnë kurrë prova. Sot jemi 2 javë mas. Sot jemi 2 javë mas, është shumë normale që nëse kanë vetura, kombi, autobus të tjerë, kompanit me bunker të tillë, normalisht që motash nuk i mojnë në parkingjet e veta, ecin, largohen e tjerë. Pra, këtu mendoj që ka pas një tendencë mos zbulu një kuti e madhe e Pandorës, e cila lidhet me elementin kryesor të cilën na e kemi në Ballkanin Perëndimor, e që lidhet shumë me territorin e Kosovës dhe Shqipërisë, që është shpërlamja e parave. Pra, na e dim edhe e konstatojmë që dy vendet, edhe Shqipëria dhe Kosova, janë parajsa të shpërlarjes së parave. Krejt shumica e objekteve, banesave, investimeve që janë zhvilluar në këto zona kanë background të shpërlarjes së parave dhe kemi pa dhe kemi konstatuar në vazhdimsi që shpërlamja e parave është njëra prej veprave që në shumicën e rasteve nuk mrin me u dokumentu edhe me u zbardh prej autoriteteve, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, e normalisht tash duhet me u kuptu që kjo industri e ka shumë problem me u nis hetime për ta, se në momentin që nisën hetime, pastaj dihet çka ndodh kur zbulohen krejt zinxhirt. Dihet çka ndodh. A din institucioni Kreshnik tu e pas parasysh edhe këtë fakt, edhe këtë rast për të cilin aktualisht jemi të fol, po edhe raste të tjera të cilat ju kanë radhë juve me i hullumtu. Për mua është e frikshme, a din me i trajtu çto krimet financiare që... Nuk është mos standard a din. Për shkak se në karrigat ku janë këta njerëz, do duhej me ditë. Po e shohim një situatë të cilën nuk është mo a dihet që shëtohet një rast i shpërlarjes së parave pej prokurisë speciale. Po nëse e shohim Kreshnik që situatë cilën jemi. Jemi në vitin 2026, ku janë investu miliona euro trajnime për këta njerëz, të cilë duhet në shpejtësi të dritës me mrime i zbatu standardet dhe me dokumentu provat. E mos me lënë ngecje të tilla të cilat tutje neve na i dështojnë rastet. Pra, keni parasysh që njëra prej defektave elementare, bazike, në shumë prej rasteve të cilat dështojnë gjykatat Kosovës, është saktësisht që kjo çka jemi të fol tash, minutat e parë. Minutat e parë provat nuk mbledhen ç'është duhet. Minutat e parë jo krejt provat mbledhen, minutat e parë jo krejt veprimet hetimore ndërmirën, jo krejt letrat nxirren, edhe na përfundojmë pastaj të na dështuar rastet, pse një prokuror nuk e ka nxjerrë një letër, pse një prokuror tjetër nuk e ka nxjerrë një urdhënesë, pse një prokuror tjetër nuk e ka kryer një veprim hetimor dhe dështojmë. Pra na kemi disa raste të tjera ku njerëz janë shpallë të pafajshëm, veç për faktin që prokurori si ka lëshuar me kohë masat e përgjimit. Dhe problemi tash këtu është që në shumicën e këtyre rasteve, njerëzit po pështojnë pa therrën kom. Njerëzit po pështojnë pa dhënë llogari. Po pështojnë, po vazhdojnë me marrë pozicionin e vet dhe faji gjithmonë me jetim. A është gjykata, a është prokurori, a është polici, a kush është në këtë punë.